Përshëndetje nga unë Nadia, mirë se u takuam fëmijë në emisionin Bota Jon, si çdo të dielëve dhe sot po takohemi me disa nxënës të ndryshme të shkollave të ndryshme. Përshëndetje Adea, për ty dhe për të gjithë shikuesit e televizionit DTV dhe emisionit Bota Jon. Sot kemi të ftuar në studio disa nxënës të shkollës fakt të gjimnazit të 17 shkurti në komunën e Obiliqit, me të cilët do të diskutojmë për vështirësitë që kanë pas në klasën e 10, sepse janë nxënës të klasës së 10. Do të flasim për vitin e parë të tyre në gjimnaz, sepse tashmë jemi edhe në fund të vitit shkollor, kështu që do të na flasim për përvojat e tyre, eksperiencën që kanë përjetuar, ndryshimin e shkollës, mësimdhënësave, shoqërisë e kështu me radhë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Bota Jon. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e madhe të kemi në fakt në studion nxënës të cilët nuk hezitojnë të vinë dhe të ndajnë eksperiencën e tyre bashkë me të nxënës të tjerë të cilët e ndjekin emisionin tonë. Në studio kemi të ftuar Elona Uka, është nxënës e klasës së 10. Kemi të ftuar Genc Berisha, që është nxënës i klasës së 10, dhe po ashtu Tuana Ibrahimi, që është po ashtu nxënës e klasës së 10. Dy nxënës vajzat i kemi nxënëset e drejtimit të shkenca natyrore, ndërsa Gencën e kemi nxënës të drejtimit të shkenca shoqërore. Apo na tregoni fillimisht, mos ndalemi tek gjimnazi, por të ndalemi tek shkollimi juaj fillor dhe i mesëm e ulët që keni pasur në shkollat e juaja, duke qenë se të tre jeni nga komuna Obiliqit dhe keni vjuar mësimet ndoshta në fshatra të ndryshme, ndoshta duke nga ju ka qenë edhe në shkollën pikërisht në Obiliq, por a mund të na ndani përvojat e juaja si keni pasur në shkollat prej nga dhe veni? Elona, po filloj me ty. Unë jam nga shkolla San Prishtina në Miloshev. Është një shkollë që ka sfidu shumë. Është një nga shkollat që jam përgadit për shkollë të mesme. Është një nga shkollat që i përgadit për shkollën e mesme. E the që të ka sfidu shumë. Në çfarë kuptimi? Si në emocional, jam përgadit që me pas edhe vetbesimin për shkollën e mesme. A mund të shme të tregu si ka rrjedh ta themi përvoja jote 9 vjeçare në atë shkollë, sepse ndoshta ka pasur periudha cilat i ke pas më të vështira me i kalu, sepse gjersa ne rritemi, normalisht kemi faza të ndryshme dhe përjetime të ndryshme që ndikojnë ndoshta që të krijohet karakteri i cilin keni sot, edhe ndoshta përgjedhjet e shkollimit i bëni për arsye të ndryshme. Çfarë ka përjetuar Elona gjatë shkollimit 9 vjeçar? Elona ka përjetuar një eksperiencë shumë ndryshme për shkollës mesme. Është një, nuk e kam përjetuar asnjëherë. Ka qenë eksperjenca më e mirë që e kam pasë ndonjëherë. Genc? Përshëndetje. Unë vi nga fshati Mazget i komunës të Obiliqit. Shkollën fillore kam përfunduar në Ibrahim Rogov, Mazget i Olt. Si shkollë fillore nuk është që më kalon shumë përshtypje, po ka qenë kënaqësi, ka qenë thjesht, nuk është që kam pas shumë shtypje. Pse nuk të kalon shumë përshtypje si shkollë? Çfarë ka munguar në shkollën tënde që ty nuk të ka mjaftuar për me pas dëshirë në vullnetin ndoshta që të shkosh edhe të realizosh mësimin, të mësosh, të merresh me aktivitete të ndryshme, sepse në momentin që nuk më kalon shumë përshtypje, nuk kupton shumë gjëra në vete. Cila ka qenë arsyeja pse nuk të kalon atë shumë përshtypje ajo shkollë? Në shkollë fillore për shembull ka pas mungesa të shumta, po si pjesa e saj ka mungesa e kabinetave, ka qenë mungesa e projektorëve, edhe e sallës të edukatës fizike. Tash salla është ndërtu në klasë 9, pra në vit fundit e kam pas. Nuk më them se nuk më kalon përshtypje se nuk është që ka pas ndonjë send veçantë, që më met si kujtim, më met, po nuk është që ka pas veçantë, që më pas veç ajo një pjesë deri. Tuana? Unë shkollën fillore e kam kryer në Miloshev, Hasan Prishtina. Gjatë kësaj shkolle më ka qenë kushtet kanë qenë të mira, kurse edhe për metodat se si arsimtarët kanë sfiguar mësimin kanë qenë jashtëzakonisht shumë i mirë, kurse çka më ka bërë me kuptu kjo shkollë ka qenë që
une si nxënëse du me vazhdu shkollën e mesme në gjimnazin 17 Shkurti, sepse më pëlqejnë shumë të gjitha lëndët, më pëlqen fizika, matematika, edhe lëndët shoqërore gjithashtu, edhe normalisht kuptoj se është shumë e vlefshme. Duke qenë se keni përvoja të ndryshme edhe 9 vite janë goxha do vite, kështu që nuk po ndohemi të flasimi shumë tek pjesa shkollimit fillor, sepse na pret shumë çka për të folur për klasën e 10 dhe gjithçka që keni përjetuar gjatë këtij viti, sepse ka qenë një ndryshim shumë i madh. Keni ndruar klasën, shoqëria ka qenë komplet tjetër, mësimdhënësit kanë qenë komplet të tjerë me metodat të ndryshme të punës, secili metodat e veta, edhe ta themi shkolla, ambienti ka qenë komplet tjetër. Duke qenë se keni menduar që po kaloni në një nivel tjetër të shkollimit, ato emocionet, stresin ta quajmë keni pasur në vetvete secili nga jo, kështu që si ka qenë përjetimi në brendësinë e juaj kalimi i shkollës fillore ose klasës 9 ta quajmë në klasën e 10. Çfarë keni përjetuar gjatë këtij kalimi, sepse mendoj që nuk është një proces shumë i lehtë. Ka disa frikra brenda vetes së cilin nxënës. Genc? Pro kalimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme ka pas disa, vështirësi, po edhe që kam pas pak stresin në shkollë fillore kam pas shumë, nuk e kam menaxhu shumë keq, me thonë. Po tash në shkollën kur jam hyrë në shkollë të mesme, pra në gjimnazin 17 Shkurti, supporti shoqërinë kam pas totalisht 3, po tash me atë shoqëri kam kujtime shumë të mira, po ashtu edhe e kam pas si frikë për shtatin në gjimnaz, pra ndryshimi profave, ku menu qysh ku më për shtat, qysh ku më viju mësimin këtë, po që profesorët kanë dalë shumë mbështetës edhe na kanë ndihmuar shumë. Niveli i shkollimit po ndryshon sepse je në klasën e 10 dhe normalisht që ke emocione, gjithçka po ndryshon, nuk e ke shoqërinë e njëjtë, nuk janë mësimdhënësit e njëjtë, po prishet ai rutina të cilën e ke pasur përgjatë 9 viteve ta quajmë. Kështu që një vend i ri, normalisht të ka ngjallë në vete emocione, stres, pak frikë, e përmendi Ginë se që mësimdhënësat ndoshta fillimisht keni prisë se çfarë po vjen në klasë, si po sillen me ju, cilat janë kërkesat e tyre, kriteret e tyre, rregullat cilat i kanë brenda një ore mësimore, sepse duheni në një farë forme të i përshtateni secilit mësimdhënës. Edhe ndonjëherë nuk është e lehtë, sepse fakti që secili nxënës është karakter në vete, ndonjëherë mund të paraqet problem, sepse ju të gjithë pranojnë që të funksionojë gjithçka sipas rregullave. Si ka qenë për ty? Për frikë më të madhen, le të them, në shkollën e mesme, hyrja në shkollën e mesme, ka qenë që ndoshta edhe si që edhe Ginë se është ndryshimi i ambientit, ndoshta do të ishte edhe metoda e ndryshme se si po ndryshon nga një arsimtar në një profesor, do të thoya se ka një ndryshim të madh përmes arsimtarit dhe profesorit, për në mes metodën se si ata e shpjegojnë mësimin, po nuk ka qenë aq e vështirë për shkak se kur një nxënës le të themi që ka për dëshirë për me arrit diçka, edhe vetëm e rrit intensitetin e punës, atëherë nuk do të ishte vështirë për atë dhe nuk do të ishte si një frikë e madhe, le të them. Adria. Po, gjatë këtij vitit, cila ka qenë sfida juaj më e madhe që keni bërë? Filloj me Erlen. Sfida më e madhe ka qenë që ndryshimi i profesorëve, ndryshimi i shoqërisë dhe që u duft normal shkolla gjimnazi ka më shumë përgjegjësi se shkolla fillore, po me kalimin e kohës jam ambientuar dhe ka shkuar gjithë më mirë. Genc. Sfida më e madhe që e kam pasur ka qenë pra me shoqëri, po që nuk e kam pas askënd që kam kryer shkollë fillore me ta se që e kam njoft. Më shumë kam thonë që shkëm për shtatë në kaona sociale. Nuk ku mu e ndu që ka me posë në një sfidë shumë të vështirë, po ndoshta që ka qenë pak ma sfidu, se ka qenë shoqëria edhe ndryshimi i profave, le të themi.
I përmendën fakt metodat e mësimdhënësve, që më bëri pak përshtypje ta parashtroj edhe një pyetje tjetër. So ka dallim tek metodat edhe mënyra se si menaxhojnë një orë mësimdhënësit në shkollën fillore ose të mesme të ta quajmë, edhe në gjimnaz tash. Tuana? Për dallimin për nga një arsimtor dhe për një profesor, është për arsyeja ose le të themi arsimtori ndonjëherë mund me lëshu pesë, si për shembull, ndoshta përmes të angazhimit edhe ndoshta mund më të arrit notën, kurse për nga ona tjetër tek e profesori, nuk lëshon le të themi, sepse nëse e ke marrë një notë në ndonjë test, atëherë angazhimi do të mirret si një përqindje, po jo për më ta fol. Profesorët nuk tolerojnë. Po. Qent? Në shkollë fillore, pro, arsimtarët, me thonë, ma shumë jenë bazu për librit, nuk është që jenë mundu shumë e bo atraktive ore, nëse që me të shtity me bo ma aktiv më qenë ore. Për shembull, profesorët e ndihmojnë atë pjesë, nuk e kanë për shembull gjithë me lexu ose gjithë me shenu, duhet me kuptu mas pari, tani me vazhdu me pjesën tjetër. Normal, profesorët mundohen që nxënës m'ja bu më të lehtë, normal edhe mundohen që më bu nxënës më një lirshëm. Në ndje lirshëm, sa e një ju lirshëm e profesorët e rinj? Unë jem di një lirshëm si normal, sepse ma kanë jep vetë atë ratin që me vazhdu me full lirshëm. Qent? Profesorët e kanë jep hapësirën, domethënë për neve na kanë jep mundësinë që më shpreh edhe me nejt ma lirshëm e vetë. Ka pas një kohë që nuk kemi një aq lirshëm, po me kalimin e kohës jemi përshtatë dhe jemi adaptu me metodat. Sepse ajo ka qenë periudha e parë, faza njoftimit, a themi, derisa e keni kuptuar formën se si mësimdhënësi funksionon, edhe mësimdhënësa derisa ju ka njoft juve pak. Adi? Po, cila lëndë ju pëlqen më së shumti dhe cila ju? Filloj me Eluna. Normal, unë e kom gjedhë gjimnazin natyror dhe më pëlqen ma shumë shkencat. Një ndër lëndët që më pëlqen më shumë dhe jam interesuar me njoft më shumë është biologjia. Për mu, lëndës që më pëlqen më shumë të është e gjua frënge, është interesant dhe është e re diçka, që ata do më ka pëlqy më shumë se është diçka e re me vazhdu këtë pjesë. Nuk kam vetëm një lëndë që më pëlqen më shumti, po disa lëndë që më pëlqen më shumti është fizika, gjeografia, gjuha angleze edhe teknologjia. Edhe teknologjia. Derisa jemi duke folur për lëndët e juaj të preferuara, a keni kabinete në shkollën e juaj edhe sa i realizoni orët në kabinete? A ndërthuren teoria dhe praktika në shkollën e juaj? Sa praktikohen? Kent? Kabinetet i kem, për shembull kabinetin e teknologjisë, pra i kem kompjuterit, i kem ato pjesën, edhe praktikë, do të thonë, bojmë, me thonë gjysën e orëve, i kem praktikë, gjysën i kem me libër. Elona? Shkolla është e pajisme me gjitha kabinetet përveç të muzikës, po një ndër kabinetet që janë e biologjisë, fizikës, teknologjisë edhe na ndihmojnë shumë, sepse kur kemi praktikë na nevojiten që mi marrë gjërat më lehtë mi mësuar. Tuana? Kemi pro kabinetin e biologjisë, teknologjisë, kimisë dhe fizikës, për dallim për nga teoria dhe shpjegimi, do të thoja se kabinetet nevojiten për me tregu mësimin më, le të themi, më kuptueshëm, sepse le të marrim shembull për biologjinë, nëse qojmë një nxënës atë në kabinet, edhe kemi skeletin, atëherë shpjegimi i asaj ore për skeletin ose trupin e njeriut, bëhet më e kuptueshme sepse është edhe teoria dhe shpjegimi po bëhen bashkë. A keni pasur kabinete në shkollat e juaja fillore? Në shkollën fillore që shëtë se ka marrët, ka pas mungesë të kabineteve shumë. Elona? Edhe në shkollën fillore ka pas kabinete, por nuk janë kanë këtë pajisura. Pyetja ime është, duke qenë se keni pasur mungesë të mjeteve dhe kabineteve në shkollat fillore, a ka pasur ndonjë vështirësi të përshtateni me pjesën praktike, sepse
lëndët kanë lidhshmëri nga klasa në klasë, klasa 6, 7, 8, 9. Pastaj e 10-ta është një farë forme kombinimi i gjitha atyre që keni mësuar gjatë klasëve më herët. Sa keni arrit ose sa keni pasur njohuritë e mjaftueshme për me kalu në pjesën e praktikës në gjimnaz. Në cilën do lëndë, kur është fjala tek pjesa praktike në kabinete. Kisha thënë që është pothuajse e njëjtë, përveç se teoria është pak më e zgjeruar se në shkollë fillore. Është pak më zgjeruar. Elona? Njëjtë dhënë situana. Nuk kisha thonë për shembull se është vështirësi që në ardhur pe shkollës fillore tash me kabineta në shkollë mesme, kisha thonë është një lehtësim në pjesën. Është si lehtësim. Adia? Po, cila lëndje apo projekt ju ka bërë më së shumë të përshtypje në atë gjë? Filloj me Gent. A bën në pyetje? Po, cila projekt apo lëndë ju ka lënë më së shumë të përshtypje? Përshtypje, pro, kisha thonë e lëndës e gjuhës frenge, është gjuhë të rece, e thëmën, më pëlqen, e ka pjesën e vetë, e ka shqiptimin ndryshëm është interesant. Tona? Do të thoja lënda e gjeografisë, se në fillim nuk më ka pëlqyer aq shumë, po në bazë të shpjegimit se si profesori i ri e ka shpjeguar, më ka i shumë qef. Edhe mu, njëjtë gjeografia dhe teknologjia më kanë pëlqyer shumë gjatë kësaj periudhe. Më herët diskutuam pak edhe për rolet e juaja në shkollë, për shohim që po ka vajza dhe djemë të cilët po janë pjesë e kryesisë të shkollës, së klasave të tyre, kështu që ju jeni dikush nga ju është pjesë e kryesisë të shkollës, kryesisë të klasave, a mundeni më na fol për përvojën tuaj sepse tuana je kryetare klasës apo? A mundesh më na fol për përvojën tënde në gjimnaz si kryetare klasës? Nuk e di a ke qenë kryetare më herët, edhe si ka qenë si përvojë për ty sepse nxënësit po rriten edhe nuk është e lehtë ndoshta të punosh ose të menaxhosh klasën në këtë fazë cilën jeni ju. Në shkollë fillore nuk kam qenë kryetare, po në klasë 10 jam bërë kryetare e klasës sime, gjithashtu edhe të gjithave klasave të 10-ta. Si përvoj do të thosha se mundohem me u bashkëpunu me të gjithë nxënësit, edhe për mendimin ata që ma jepi mu, pra mujna me diskutu bashkë për me bu ndoshta ekskursione për të ardhmen, ose letimi për ndonjë ndryshim që nuk ju pëlqen atyre, ose nëse ka ndonjë ju pëlqen për ndonjë provë, atëherë e diskutojmë bashkë. E cilat janë diskutimet më të shpeshta që i kemi me klasën tënde? Diskutimet më të shpeshta kanë qenë për ekskursione, sepse ne e kemi organizu quizin, edhe pasi që e kemi organizu quizin, ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës, do të shkojmë pra në ekskursion, edhe çfarë kemi diskutuar ne ka qenë për vendet se ku do shkojmë, edhe ka qenë shumë i suksesshëm. Hala nuk është kafë përfunduar, por diskutimet edhe janë të suksesshme. Mendoj që ekskursionet janë pjesa me dëshiruar në nxënësve. Më aktive. Jens? Si pjesë pra unë nën kryetari i klasës sem, kemi diskutime të shumta, kena pas ankesë për një profesoresh, e kena diskutu, kena çu si letër, si domethënë ankesë për më shërtu. A keni pasur ndonjë rast që ankesat tuaja ose kërkesat tuaja janë marrë parasysh edhe ka ndodhur ajo se çfarë ju keni kërkuar? Elona? Po, normal ndodhin këto në klasë, në zonjë problem, ama e kemi kujdestarin të mrekullueshëm edhe na kanë ndihmu me zgjedhje atë problemin. Më falë që të ndërpriva Gencur, në? Tash si kur e bëjmë që bëhet ankesa, domethënë s'është plotësisht fojt e profesoresha për shembull që kena pas në rast, po tash që kena pas atë shqetësim, kena folë me profesoreshën e tash jena shumë raportet mira me të. Nuk më pas ndonjë rast se kjo.
A keni pasur raste të tjera ndoshta në shkollë që keni dëgjuar ju vetëm në klasit e 10-ta, por 11-ta ose 12-ta, sepse fazat cilën ju po kaloni si nxënës normalisht që ndonjëherë ju bën të veproni pa menduar, edhe ndonjëherë harroni edhe që para jush është një person i rritur i cili po vija aty për të ndarë një uri të tij bashkë me juve. Edhe ndonjëherë nxënësit bëjnë veprime ndoshta të pamatura. A ka pasur në shkollën tuaj raste të tilla, të cilat ndoshta kanë kaluar jashtë normales, ta themi, edhe ka marrë një kohje tjetër, apo ju nuk keni pasur? Jo, s'kem pasur. Nuk keni dëgjuar? Jo, As nuk kemi dëgjuar. normal profesori me nxënësin mundohen me pas një gjuhë përbashkët që mos me pas direkt në atë pikë problemin. A dëshironi ju më shumë të qenë mësimdhënësat të kenë një raport me juve pak më shoqëror apo pak më të rrept? Cila ju bën që të motivoni më shumë për të shkuar në shkollë dhe për të mësuar? Më shoqëror. Më shoqëror, Më të rrept. më të rrept. Zakonisht në klasë tëne nuk është që janë as të rrep dhe as shoqëror, mundohen me majtë atë balancën e tyne që ora Mes me të shku, dyjave. po, që me shku gjithë ora pa stres dhe pa ndonjë konflikt. Adia? Po, a keni ndonjë aktivitet brenda shkollore apo jashtë shkollore? Kemi aktivitete ndryshme në shkollë, kemi ato sportive, kulturore dhe me projekte, po ashtu kemi edhe aktivitetet humane, që një ndër më kryesore janë kjo. Për aktivitetet që kemi bojtur deri tani ka qenë panajiri ushqimit, kemi edhe shumë aktivitetet tjera si që shteturi roz, aktivitetin e kemi marrë edhe turnirin futbollit edhe volejbollit, futbolli ka qenë për djem edhe volejbolli ka qenë për vajza dhe shumë aktivitetet të tjera, edhe gjithashtu edhe kujtën që e përmenda, edhe normalisht por edhe shumë aktivitetet tjera. Aktivitete në gjimnazin tënë ka shumë, një shëtha tona, ka qenë turniri i futbollit, ku kam qenë vetë pjesëmarrës, ka qenë turnir mirë, ka shkuar me rregullat tamam, dhe pra, aktivitetet është edhe pjesë që e bojnë më tërheqës shkollën, kështu. Aktivitete. A keni pasur ndonjëherë brenda shkollës ndonjë organizim i cili ka qenë i propozuar nga nxënësit edhe është realizuar nga mësimdhënësit, keni marrë pëlqimin nga drejtoria e shkollës, është mirëprit nga nxënësit e klasëve të tjera. Keni pasur ndonjë rast të tillë apo jo? Po, në klasën tonë kena pat një aktivitet ekskurzion studimor të planetariumi i Kosovës, me shiku planetet edhe me gjithë klasën. A mendoni që aktivitetet të tilla ndikojnë më shumë në zhvillimin tuaj, ta themi jashtë objektit të shkollës, apo ato që realizoni brenda për brenda objektit të shkollës? Po, këto aktivitete nxënësat i ndihmojnë që mundi më mirë, edhe më mundi lirshëm me folje dhe me diskutu. Gens? Kemi aktivitet pra edhe jashta objektit shkollës, që kanë gjenë për shembull për ambientin, një ndalë zënë të saktuar edhe e kanë zhvillu aktivitetin bashkë me drejtorishën. Tuana? Kisha thonë, po, indikon, sepse edhe për nxënësit do të ishte edhe pak më relaks me profat edhe shokët ose shoqet që i kam. Çka konsideroni arritjen tuaj më të madhe përgjatë kësaj periudhe që jeni në klasën e 10? Arritje më të madhe në klasën e 10 në gjimnaz, kam pas që kam fitu vetbesimin edhe lirshmërinë me folë lirshëm. Që kam pas më shumë besim tek vetja, edhe stresin e kom menaxhu shumë më mirë për shkollës mesme. Arritje kum pas që e jam mundu me jep maksimolen, ju vetëm në nota, po edhe me bashkëpunimin me të tjerët. Adia? Po, çfarë ju pëlqen më së shumti te shkolla juaj? Të shkolla më pëlqejnë rregullat si për shembull që ka shumë, edhe një ndër to janë uniformat, sepse janë shumë të dobishme që krijojnë barazim mes nxënësve. Shkollën pëlqejnë, po, kisha thonë, zhvillimi i orëve në kabinet e bën orën më tërheqëse edhe më të kuptueshme për mua.
Mu në gjimnazën pëlqejnë kushtet, rregullat, profesorët, qysh ata mirën pro me nxënësit, dhe gjithashtu më pëlqen drejtoresha jonë. E përmendë më herët vlerësimin. A keni pas ta themi ndonjë problem gjatë vlerësimit, a ka qenë mjaftueshme koha për të përgatitur, a kanë qenë metodat e ndryshme nga mësimdhënësit e mëhershëm, çka ka qenë më vështirë, ta themi sa i përket aspektit të vlerësimit gjatë kësaj periudhës në klasën e 10 për juve? Gens? Për mu nuk është që ka pas vështirësi tek vlerësimi, më në mendoj që prodhuat e kanë të rregullt, e kanë sakt, nuk është që kanë pas që kalon e thënë keq gjysh, pa drejt. Nuk besoj që ka pas ndonjë vështirësi, po për ata që kanë menduar se që kanë vështirë për me prufat, do t'i thoja vetëm për me rrit intensitetin e punës dhe çdo gjë arrihet me punën e tyre. Elona? Mu nuk më ka rastis ende për me pas ndonjë problem, shpresoj që nuk ka me ndodhur kur. Normal, vlerësimin bazohet përmes nxënësit nëse është i përgatitur. A ka pasur ndonjëherë rast gjatë shkollimit tuaj në ndonjë lëndë caktuar që ju keni mësuar për një notë më të lartë, edhe ndoshta mendoni që e keni merituar, por mësimdhënësi ka vlerësuar që ju jeni për një notë pak më të ulët? A keni pasur ndonjë rast ndonjëherë? Jo, s'keni pasur. A mendoni që ekzistojnë raste të tilla? Po ekzistojnë, po mendoj që profesori jep mundësi ende nxënësit që me arrit ato që pëdën. Pse mendoni që ndodhin raste të tilla? Nga ana e mësimdhënësit këtë rast? Pse një mësimdhënës ndoshta kur një nxënës nuk bën probleme, atëherë normalisht që ai profesor ose arsimtar normalisht që kam ja zbrit notën. A privilegjuon ndonjëherë më shumë të nxënësit të cilët janë më të sjellshëm gjatë një ore mësimore, a ndikon kjo ta themi ndoshta ndonjëherë tek nota? Po. Ndoshta edhe që bën pak më të lehtë vlerësimin, jo më thonë që ndikon plotësisht notë. Në rregull. Përgjigjet e juaja na begatuan emisionin Bota Jon, ne vetë jemi edhe tek fundi pjesës së parë të emisionit. Ju falenderojmë shumë që erdhet në studio tona nga komuna Obiliqit, më saktësisht nxënës të gjimnazit 17 Shkurti. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe për neve të ishit sot këtu. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Adeja? Ishte kënaqësi që ishte sot me ne dhe ishte shumë mirë që marrët pjesë në Bota Jon. Të dashur miq, ne do të ndohemi për pak çaste dhe do të rikthehemi në studio me një këngëtare e cila na vjen nga Lipjani. E dua muzikën shumë e dua
U rikthyer në studio dhe e kemi një vajzë e cila ka pasion në muzikë dhe ajo quhet Juna Krasniqi. Përshëndetje Juna. Përshëndetje. Si je? Mirë ju. Mirë. Ku lindi ky pasion në muzikë? Unë pasionin për muzikë kam qenë nga mosha e vogël. Për herë të parë kam kënduar në fesën e abetarës në shkollën time, ku talentin ma ka zbuluar stafi i shkollës dhe prindrit. Pastaj ja kam filluar me talent show, me festivale dhe kam rritur këtë ku jam sot. Cila këngë të pëlqen më së shumti që ke bërë? Kënga ime preferuar është kënga ime Shkolla ime. Normal kam edhe këngë tjera, por kjo është favoritja ime. Çfarë kanë reaguar shoqet dhe shokët në shkollë? Kanë qenë shumë krenar me mu, gjithmonë kanë qenë ato mesazhe që më kanë thonë vetëm me vazhdu ma para, sepse jam për këtë punë. Kush të kanë mbështetur më së shumti nga familja jote? Nga familja ime, normal gjithë familja, por më shumë prindrit. Kush të kanë ndihmuar që të vazhdosh në muzikë? Normal stafi i shkollës, veçanërisht arsimtarja Hana Salio dhe ish drejtoresha e shkollës tonë, që e përshëndes shumë dhe faleminderit për këtë mbështetjen që ma keni dhënë. Si ndjesh që fillove të bësh muzika? Unë ndjeva shumë mirë, sepse pash që ëndra ime po realizohet. Kisha në fillim pak emocione, por me kalimin e kohës u zhdukën. Këtu përshojnë disa medalje që ke fituar vendin e parë, cilat të ka pëlqyer më së shumti? Normal, unë i vlerësoj gjitha çmimet, por më shumë më ka pëlqyer normal në festivalin Melodia në Klinj, ku e ka marrë vendin e parë, po ashtu edhe te Lipjani këndon çmimin e publikut, sepse mendoj që vlerësimi i publikut është çmimi më i mirë. Cila këngë ka qenë më e vështirë që ke kënduar ndonjëherë? Kënga më e vështirë ka qenë Mora Fjallë, kur e kam interpretuar për herë të parë, se kam qenë edhe në moshë pak e vogël dhe ka qenë edhe pak e gjatë e pak e vështirë, po me kalimin e kohës dhe më thënë mu ka lehtësu. Adia, unë po ju shoh me shumë qejf edhe po ju dëgjoj rrugtimin fakt Jonës, po vazhdoj t'ju shikoj edhe t'ju dëgjoj. Unë nuk kam fytje. Sepse du me ju dëgju juve. Nëse do të shuash ndonjë këngë tjetër, cila do të ishte? Unë më shumë e pëlqej zhandrin popullor dhe një këngë që do e këndoja prap, që ta publikoja do ishte Liria ka emër. E kam kënduar live, po kisha pas qef edhe me bu si cover dhe me publiku. Cila këngë të ka bo më përshtypje? Kënga që më ka bo më shumë përshtypje o kanë kënga ime parë, që u titullu Nëna ime, që ja kom kushtu nënës. Ka qenë kënga ime parë, kam pa shumë emocion, ama e kom kënu me gjithë dëshirë. Medaljet, a mund të na tregosh në cilin vend ke bërë garat? Po filloj nga këto çmimi më i afërt, që kam nga Vioela Kids Fest, që është mbajtur në Prishtinë dhe jam vlerësuar me çmimin Zëri më i bukur. Pastaj Lipjanin KD në vitin 2023, që është mbajtur në Lipjan, ku e kam fituar çmimin e publikut. Pastaj në Melodia Kids Fest, ku e kam fituar vendin e parë. Në Flutrat në Kumano, ku e kam fituar performanca më e mirë, interpretimi më i mirë, vendi i tretë. Pastaj prapë për herë dytë në festivalin Melodia, ku jam shpërblyer me çmimin Solistja më e mirë. Pastaj në Blecat në Tetov, ku jam shpërblyer me çmimin Mikrofoni i artë e shumë tjera. Përveç muzikës, a bën ndonjë instrument? Jo, ende me instrumente nuk kam filluar. A ki ndonjë aktivitet jashtë-shkollore që bën? Po kam shumë festivale tjera, performanca tjera dhe mi dispres që t'i realizoj. E mbranda shkollës ndonjë aktivitet a ki? Po, tash të na është afruar edhe dita e shkollës, pastaj edhe që e përfundoj klasën e 5 dhe mi dispres që t'i realizoj këto programe. Cilën këngë e luan me gjithë qef dhe cilën ju? Cilën këngë nuk e luaj me qef nuk kam asnjë, se do me thonë gjitha këngë i këndoj me gjithë qef, por një këngë që e këndoj më me shpirt është Mos e pre kushtarin tim.
Nëse do të kishe mundësi, me këngëtar kishe pasur qef të bashkëpunoje, cili do të ishte ai apo ajo? Unë kisha pas shumë qef me bashkëpunu me këngëtarën time të preferuar, Leonora Jakupi, dhe shpresoj që kjo në të ardhmen të ndodhë. Liria, ke ndonjë pyetje? Po, kam shumë pyetje. I përmende çmimet, ke marrë pjesë në shumë gara dhe je vetëm 11 vjeçare. Unë besoj që ke më shumë çmime sa vjet që ke. Ke shumë certifikata, ke shumë diploma. Si ndjehesh kur e din që je në moshën 11 vjeçare edhe ke në duar kaq shumë çmime? Ndjem shumë mirë, se si që ka dhe më herët pasionin për këndimin e kam që në moshën e vogël, dhe tani kur e shoh që pja arri ëndrat e mia, ndjem shumë mirë. Ndjehesh shumë mirë. A ka ndonjë nga këto çmimet cilin e veçan, edhe ta themi, a ka pasur ndonjëherë ndonjë çmim cilin në ndonjë festival ke thënë këtë e ka merituar dhe ke marrë ndonjë çmim tjetër? Ose ke pritur që të marrësh një çmim tjetër dhe ke marrë komplet një çmim tjetër? Po, jo, ne nuk kam qef si parashikoj gjëra, çka ndodh dhe mendoj që gjitha çmimet që m'jepen me merit, ato që i vlerëson juria dhe publiko, ndërsa për çmimet gjitha më pëlqejnë, nuk kam ndonjë që do ta ceki më hollësisht. Na tregove që këngën Mora Fjale ke një këngë që ka qenë pak më vështirë për ta kënduar kur ke qenë në moshë më të re. Por tash besoj që me ushtrimet që ke realizuar ke arrit që të arrish në nivelin që ta këndosh akoma më mirë se sa edhe të kalosh ato vështirësi të cilat i ke pasur. Tani, a do të na këndosh për gjithë shikuesit tonë këtë këngë? Po. Mora fjal, mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thurkang bash legendarit, ti këndoja dhe mjasharit, ti këndoj. Bravo, të lumt. Ade, une do të largohem nga studio, edhe do t'ju lë ju të dyja që të zhvilloni edhe një bisedë të shkurtër para se ta përmbyllim edhe pjesën e dytë të emisionit, sepse të dyja jeni këngëtare dhe Adea ne kemi këngëtare dhe Adea i ka të publikuara 3 këngë, kështu që besoj që edhe një bisedë për fund të këndshme do të realizohet mes juve edhe të urojmë shumë suksese ty. Faleminderit shumë. Jona, cila këngë të pëlqen të ajo këngëtarja the? Të Leonora Jakupi më pëlqen shumë këngë, por e preferuara ime është Mos e prek kushtarin te. Te këngët e tua, cila këngë të ka japur më vështirësi të thuash apo të këndosh? Unë mendoj që nuk kanë qenë të vështira. Normal kënga e parë nëna ime, ka qenë hera ime e parë që kam shkuar në studio të ngjizoj një këngë dhe nuk i kam kuptuar që shkojnë senet dhe do të thoja që ajo do ishte kënga më e vështirë që më ka. A ke pasur emocione herën e parë që ke kënduar? Po, herën e parë kam kënduar, publikisht kam kënduar në talent show, ku kam konkuruar për 2 vite dhe kam fituar vendin e parë. Normal, herën e parë që dola, kisha shumë emocione, por pastaj me mbështetjen e publikut, mu heqën emocionet. Të gjitha këngët që po të pëlqejnë, cila do të ishte kënga jote që shtata apo e treta, cilën do të bësh? Do kisha shumë dëshirë me bo këngën Padovak s'ka me u banuse, me publiku, se kam kënduar live, po kisha pas qef që me publiku si cover. A ke ndonjë prej familjes tënde që luan muzikë apo vetëm ti? Jo, pi familjes nuk kam, vetëm unë. Ku të erdhe pasioni që të luash? Në sa vjeçare ke qenë? Kam qenë 6 vjeqe, dhe do me thonë kur më është caktuar kënga që ta këndoj për fesën e abetores, e kam marrë one si përgjësi, kam thonë unë du me këndu, edhe do me thonë pas ushtrimeve kum kuptu që pun pëlqej ka muzika,
Dhe me thonë pi aty të ka fillu dëshira ime për me këndu. Pra në sport, a luan ndonjë sport që të pëlqen? Po, sporti imi preferuar është volejbolli. Në shkollë, a je mirë apo... Po, në shkollë jam nxënëse shkëlqyeshme, dhe me thonë edhe pse kam pasjen muzikën, mësimi nuk e lë pas. Nxënësit, a të kanë shprehë ndonjë mesazh negativ apo vetëm pozitiv? Jo, nxënësit kanë qenë shumë krenar për mu, vetëm mesazhe të mira ka pas, vetëm mbështetje. A ka ndonjë gjë që ka ndodhur në muzikë negativ apo jo? Jo, deri tani jo dhe shpresoj që kur mos ndodh. Pra juna gati erdhi fundit për ta mbyllur emisionin, pa a ke ndonjë mesazh për të gjithë fëmijët që dëshirojnë të këndojnë ndonjë këngë? Po, në kam një mesazh për gjithë fëmijët, do t'ju thoja ndiqni ëndrat e juaja sepse gjithçka është e mundur, por pa u dorëzuar. Jona, ishte kënaqësi që ishte sot, ishte këngët të tua ishin shumë të bukura, ishte zëri shumë i mirë, pra ishte përmbyllja jonë për sot, ishte kënaqësi që të ishte Jona këtu, pra vazhdojmë me emisionet të tjera, për sot e përfundon. Ditën e mirë.